الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وسيد الخلق أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم آمين. Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mimbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusin të madhnueshmin Allah na bëj prej tyre. Në herën e kaluar folëm diçka rreth emigrimit të Umerit radhiyallahu anhu nga Mekka për Medinë dhe aleikum selam. Dhe disa realitete historike, të cilat tjera dihen dhe tjera janë. Sot do të ndalemi pak, se normalisht kërkojmë të plotësojmë tablon e këtij kolosit më. Sot do të ndalemi pak tek një pjesë tjetër e rëndësishme në karakterin e Umerit radhiyallahu anhu, që është zgjuarësia, vigjilenca, ti paraprish gjërave domethënë në kohë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me Umerin konkretisht, thot pash në ëndër sikur mu dha një enë me qumësht. Dhe piva derisa u ngopa. Dhe u ngopa aq shumë thot sa e pash se si qumshti më dilte nga thojt. Më pas pjesën tjetër të prisën pra që të projt e kjo enë, ja dhash Umerit radhiyallahu anhu. E pyetën dhe i thanë i dërguari i Allahut, çfarë komenton diçka të tillë? Ëndra e profetëve është hak, është realitet, i padiskutueshëm. Çfarë komenton diçka të tillë? Fa qala al-ilm, tha këtë e konsideroi domethënë se e interpretoi ndryshe dituria, pra i është dhënë atij dituria. Në komentimin e këtij hadithi, dietari i shuar Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah teksa e komenton këtë hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu, ka thënë dituria këtu ka për qëllim dituritë e fesë. Dituria është e shumtë. Po se si mund, Allahu shpërblet, se si mund të sillesh në interpretimin e fesë, në përcjelljen e fesë, në zbatimin e fesë, në praktikimin e fesë, në gjitha këto. Ndaj dhe Umeri radhiyallahu anhu pra për të formuar një tablo të asaj se çfarë ishte ky zotëni i nderuar, kam zgjedhur disa fragmente nga jeta e tij. Se për të përcjellë jetën e Umerit radhiyallahu anhu, ndoshta mbaron dhe jeta ime dhe nuk i kemi përcjell detajet ashtu siç duhet. Por për të përcjell disa fragmente nga jeta e këtij zotënie, do të na duhen disa javë nëse Allahu do të na japi sukses. Për të parë domethënë vigjilencën që kishte Umeri radhiyallahu anhu, këtë e hasim në disa aspekte. Në aspektet që në gjuhën e fesë i quajmë ndryshe muafaqatu Umar, ose kur ja qellon Umeri radhiyallahu anhu dhe Zoti zbret Kur'an, pra e kërkon diçka Umeri dhe Zoti zbret Kur'an. Umeri radhiyallahu anhu ka thonë që wafaqani Rabbi fi thalath, thot ka rënë dakord domethënë Zoti në 3 gjëra me mua, pra në 3 ajete që janë shpallur në lidhje me Umeri, nëse si pasojë e kërkesave të Umerit. Mirë, por ç'është e vërteta, kjo është thënia e Umerit vetëm kaq. Ndërsa dietarët kur kanë numëruar domethënë se sa herë ja ka qelluar Umeri radhiyallahu anhu, ka prej tyre që kanë thënë 23, ka prej tyre që kanë thënë më shumë se sa kaq. E rëndësishme, çfarë është e rëndësishme nëse është treguesi diçkaje bazuar dhe në këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, është i tregues se çfarë vigjilence kishte mbartën vetvete ky njeri. Thot Umeri pra në këtë kontekst që ja kam qelluar 3 herë, pra si ja ka qelluar duke zbritur Zoti xhel xhelalu Kur'an. E para kur i thash pejgamberit alayhi salatu wasalam që le të jetë makami Ibrahim aty ku është gjurma e Ibrahimit në Qabe si vend falje. Dhe Zoti me madhënitë vetë zbriti dhe tha: "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla."
dhe nga makami i Ibrahimit, aty ku gjendet gjurma e Ibrahimit, ju shndrojeni në një vend falje. Ndaj dhe ne kur përfundojmë tavafet, lutim Zotin na mundsojë Zot për shku numre në hax. Prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam është që mi fal 2 rekat tek makami i Ibrahimit. Pa mundësi për të falë aty se normalisht sot janë të shumt njerëzit, pra ashtuajse e pamundur, falesh në drejtim të makami i Ibrahimit ku t'jepet mundësia, në pa mundësi të falesh kudo, e rëndësishme është të falesh 2 rekate. E dyta, ajo që thot Umeri radiallahu anhu, thot o i dërguar i Allahut, i thash pra thot pejgamberit alayhi salatu wasalam, shtëpitë tua i frekuentojnë njerëzit e sinqert, njerëzit e drejt, njerëzit e ndershëm, por edhe të kundërtët e tyre. Si kur o i dërguar i Zotit, domethënë të kish caktuar, kjo është e veçantë për nënat e besimtarëve ose bashkëshortet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që të vendosin një perde midis tyre dhe njerëzve, pra të ketë një perde. Dhe Zoti zbriti hijabin, domethënë, ose perden në cilën duhet vendoset për tek nënat e besimtarëve. Thotë dhe e treta, kur mora vesh se pejgamberi alayhi salatu wasalam vuante me disa prej grave të tija, të cilën nëse e gjurmojmë, një prej tyre është vajza Umerit radiallahu anhu, Hafsa radiallahu anha. Thot kur mora vesh, shkova dhe u fola. Madje ka një histori akoma dhe më të theksuar se kjo, që Umeri thotë i dërguar i Zotit ndaj. U ka folur atyre fillimisht dhe u ka thonë, a mendoni ju se Zoti domethënë nuk u zëvendëson me më të mira nga ju? Pra mos bëni zhurmë shumë. Ky është qëllimi. Thotë dhe zbriti Zoti xhel xhelalu sërish për këtë Kur'an. Këto janë 3 raste të cilat i përmend Umeri radiallahu anhu. Ndërsa rastet tash janë më shumë se kaq. Ndalemi tek një rast i 4. Ndron jetë Abdullah ibn Ubej ibn Selul, dhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul, siç e dim pra pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka ditur emrat e munafikëve, hipokritëve të Medinës, ku një prej tyre, ky s'kishte nevojë xhanëm për të ditë se ishte thuajse i deklaruar tek gjithë. Edhe i biri vetë dinte që baba domethënë është munafik, është hipokrit. Ndron jetë Abdullah ibn Ubej ibn Selul dhe shkon pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i fal xhenazën. I thot Umeri radiallahu anhu i dërguari i Allahut, mos shko, mos merr pjesë. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, domethënë që ku i dihet, domethënë inshallah Zoti mos e pranon këtë lloj ndërmjetësimi apo lutje, dhe Zoti thot në Kur'an domethënë nëse ti lutesh për ta, domethënë tastaghfir lahum 70 marra, bën istighfar për të 70 herë, thot do lutesh edhe më shumë se kaq. Thot do i dërguari i Allahut, mos u bëj shembull për ta fare. Dhe zbriti Zoti me madhnit vet, la tusalli, mos u fal ndaj askujt për tyne që vdes në këtë formë. Wala taqif ala qabri, as mos qëndro ke varri, mos prezanto fare domethënë. Në rastin e këtij njeriu apo të tjerëve me radhë. Pra Umeri radiallahu anhu kur i fliste këto gjëra, nuk hamendësonte. Nuk hamendësonte. Keni parasysh domethënë që ti mund t'i japësh tani një ustaj një objekt. Edhe i thua, ore, sa kohë mund më duhet për ta ndërtuar këtë? Ai e ka eksperiencën. E din vargun e punës, se si shkojnë hapat e punës, dhe ndoshta mund të mendohet vetëm pak duke parë sipërfaqen e tij, dhe nëse ke një projekt para për të parë projektin se mbi çfarë bazash ndërtohet, dhe ai ta thot në çast. Ai që ka eksperiencë më shumë, ja qëllon në kokë. Kështu ishte edhe Umeri radiallahu anhu. Eksperienca e tij e madhe e bënte që Umeri radiallahu anhu këtyre gjëra e gjitha është sukses i Zotit e parë e gjithave. Por ja qëllonte me këto gjëra. Nuk ja qëllonte rastësisht. Nuk thonte shiko se po dole atje ke rruga, ku i dihet ndoshta të shtyp dhe makina, po nuk kishte Umeri hamendësime. Umeri radiallahu anhu ato që i fliste dilin me 100%. Arsyeja pra është dukshëm e qartë,
sepse Umeri radiallahu anhu do më thënë, krahas asaj që kishte dëshmuar profeti, por në natyrën e tij ishte vigjilent. Për të parë tashmë vigjilencën e Umerit radiallahu anhu, le të kthehemi në një shembull akoma më konkret. Këto janë rastet që kemi të bëjmë me shpalljen e Kuranit famlar, ku Zoti shpall Kuran për atë që ka orientuar Umeri, dhe do të përmend edhe raste të tjera. Por kemi një rast akoma më konkret që përcakton vigjilencën e Umerit. Pas përfundimit të betejës së Bedrit, teksa që ndronte Umeri në Medinë bashkë me shokët e tjerë, shef aty që vjen një person, Umeir ibn Wahb radiallahu anhu. Sa po e pa Umeri radiallahu anhu, pra ku e kuptoi? Ato e pan dhe të tjerët. Umeri, kur e pa, shkoi thot dhe e kapi për rrobash, do më thënë, i kapi fillimisht sepse ishte normale që rrinin me armë. Arma asaj kohë ishte ose thika ose shpata. Pra rrinin të gjithë në atë formë, ishte diçka burrërore. Po burr nuk bën arma. Burr bën sjellja. Ndaj Umeri, kur e ka kap këtë personin, nuk është transmetuar se Umeri ka qenë me armë. Umeri ishte pa armë. Thot dhe kapi, thot, armiku i Allahut Umeir ibn Wahb, çfarë kërkon këtu në Medinë? I thot, kam ardhur të takoj pejgamberin, alayhi salam, për një ndër robërit, ndër 70 sklevërit që ishin zënë në betejën e Bedrit, thot të bisedoj, pra të hyjnë tentativa për bisedime, se mos ndoshta na e liron. Umeri pikë pari çfarë bëri? Urdhëroi që disa prej shokëve, 4 ose 5 prej shokëve, të futenin tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot, unë nuk i zë besë këtij. Ndaj futuni ju para që të jemi të përgatitur. Kur u futën tek pejgamberi alayhis salam dhe profeti alayhis salam nuk ruhej, nuk kishte bodyguard. Ndaj dhe bëri këtë veprim Umeri. Thot kur u futën tek pejgamberi alayhis salam dhe e shef se si e kish kap Umeri, do të thënë Umerin, i thot, ore, çfarë bën, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thot, çfarë bën? Thot, do i dërguari i Allahut, ky është armik i Zotit, pra nuk i zoj besë. Pra pse ka ardhur ky me shpatën brez këtu? Pra ndërkohë që erdhi, pse nuk e la shpatën diku dhe ka ardhur për t'u takuar? Shikoni se si e ka, pra e ndjek atë kronologjinë e ngjarjeve një pas një. E bën krahasimin në kohën e duhur. Thot, pse ka ardhur në këtë formë? Lëshoje, thot Umer, le ta dëgjojmë. Flit, thot Umeri. Thot, mirë mëngjes ose mirë dita, sipas kohës që ishte. Thot Umeri, thot pejgamberi alayhis salam, nuk e di se Zoti na e ka zëvendësuar me një shprehje akoma më të bukur islame, domethënë me selamin që është përshëndetja banorëve të xhennetit. Nuk e di, thot këtë. O Umeri, thot pejgamberi alayhis salam, a mund të na tregosh dhe ti tregosh të pranishmëve se teksa që ndroje në Qabe me Safwan ibn Umayyan, një ndër ata që kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, dhe ti që i qahesh Safwanit dhe i thoje, domethënë ose i shprehi atë ngushëllimin ose zemërimin dhe i thoje, vallahi sikur mos kisha grua e fëmijë, borxhe pas, do kisha bërë të pamundurën për të shkuar për ta vrarë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hapi syt, do më thonë Umeri. Tha dhe kur të tha, thot ty Safwani, borxhet e tua janë borxhet e mia. Ti hoqja borxhet. Fëmijët e tu janë fëmijët e mi. Ti mora përsipër. Dhe gjithçka të nevojitet në familjen tënde, jam unë përgjegjës. Dhe kur e ngjeve ose ngjyve thot atë shpatën me helm, do të thonë që sido që t'jetë goditja, sepse ai kishte shkuar për të vdekur tashmë, sido që t'jetë goditja, t'jetë vdekje prurse. Mos shpëtoi pra pejgamberi alayhis salam, në mos nga plaga, të paktën nga pasojja e helmit. Vallahi thot, nuk ka qenë me ne vetëm se unë dhe Safwani, do të thonë, po të kishte qenë një i tretë, ose nëse dikush aty pranë mund të na dëgjonte, do kisha thënë, domethënë që shiko, ky e përsolli lajmin.
Por vallai nuk kam qenë të vetëm se unë dhe ai aty. Dhe Safuani kur, domethënë nuk do ta merrte përsipër Safuani gjithë këtë sakrificë e për ta tradhtuar Umerin. Ndaj unë dëshmoj thotë se ti i dërguar i Zotit. Pra dhe pranoi Islamin, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, merrni vllain e juaj dhe mësojeni fenë. Pra mësojeni ato që ju dini. Ajo që duhet të them në këtë aspekt është inteligjenca e Umerit, vigjilenca e Umerit. Pra vigjilent vazhdimisht, e ndjek situatën, e nuhat ato rrezikun, përse e nuhat rrezikun, dhe këta të tjerët nuk po e nuhasin. Pra këtë ja ka dhënë Allahu xhelle xhelalu. Ja ka dhënë i madhnueshmi Allah, që tregon domethënë për dëshirën e tij të flakt, sepse kjo është një dëshirë. Rastet kur Umeri radiallahu anhu gjurmon në komentimin e Kuranit apo në shkaqjet e zbritjes së Kuranit janë të shumta. Realisht domethënë tregojnë për interesin e madh që Umeri kishte. Madje tregohet se Umeri nuk e ka pas fush me lule jetën, pra. Kur ka emigruar drejt Medinës, ka jetuar në një zonë që quhet El Awali, ose sot është pjesë e qytetit, El Awali, po aso kohë ishte jashtë qytetit. Jo jashtë qytetit, po ishte periferia e qytetit Medinës, por ishte larg. Pra sa ishte larg, është diku një 6 kilometra. Po për atë kohë 6 kilometra nuk është se ishin pak, sepse njerëzit ishin të grumbulluar dhe ajo pjesë ishte komplet periferi. Atje banonte Umeri dhe kishte thuajse të pamundur që sa herë domethënë të prezantonte tek pejgamberi alayhis salam. Por shikoni, dëgjoni me vëmendje se çfarë ndodh. Umeri kishte një shok apo një fqinj aty, me të cilin kishte rënë dakord ose kishin bërë një zgjedhje që mos të humbasin mësimet e dërguarit Zotit, ku i thonte domethënë që një ditë shko ti dhe një ditë shkoj unë. Ditën që shkon ti, na përcjell të rejat. Ditën që shkoj unë, ti përcjell unë të rejat ty. Dhe kjo e bënte që Umeri radiallahu anhu të mos humte asgjë, qoftë prej shpalljes së Allahu xhelle xhelalu, po qoftë edhe prej mësimeve të përditshme. Pra ai në realitet kishte një interes të madh dhe shfaqte një interes të madh për fenë e Allahut xhelle xhelalu, për ta mësuar fenë e Zotit gjithësisë. Pra ishte njëri i edukuar, ishte njëri inteligjent, ishte njëri vigjilent, ishte njëri i dashur. Nuk ka qenë domethënë Umeri se dikush mund ta përfytyrojë atë Umerin radiallahu anhu si një burr domethënë që nuk i qesh i herë fytyrën, nuk ka qenë i tillë. Kundrazi, ka qenë njëri i drejtë. E thonte të vërtetën, e zbatonte të vërtetën edhe nëse do të ishte kundra vetes tij. Por ka pas një interes jashtëzakonisht madh në mësimin e fesë. Në betejën e Bedrit, kur e përshkruan Umeri radiallahu anhu dhe thot, një natë përpara teksa rrinim në dritën e hënës, ndriçimin e hënës, thot pejgamberi alayhis salam teksa ndodhej aty domethënë në Bedër, thonte këtu do të vritet filani, këtu do të vritet filani, këtu do të vritet filani. Për luftën që s'ka ndodhur akoma. Dhe thot Umeri radiallahu anhu, vallahi thot, aty ku i ka përmend të gjithë aty janë vrarë. Një e për një. Dhe kur u vranë të nesërmen, dhe kjo betejë nuk ishte e lehtë për Umerin, në luftë të gjithë janë të humbur. Në luftë të gjithë janë të humbur. Dhe edhe profeti alayhis salam e ka mësuar ummetin e tij që lutuni që Zoti t'ua largojë luftën. Nëse ju bie, qëndroni, por kurrë mos e kërkoni domethënë luftën. Në luftë të gjithë janë të humbur. Kush është më i fituar? Më i fituar ai është që është më pak i humbur. Pra ky është më i fituari, pra më pak i humbur, po nuk është se në luftë të gjithë janë të humbur. Dhe një ndër humbjet që pati Umeri radiallahu anhu, po në të njëjtën kohë që tregoi domethënë të dashurinë që kishte për Allahun xhelle xhelalu, ishte sa ai në këtë betejë në përballje vrau dajen e vet. Pra imagjinoni domethënë që të arrish deri në një pikë një luftë vllavrase, por kjo është një luftë e detyrueshme, s'kishin dalë për luftë, një luftë ku muslimanët rrezikonin të shfarosenin komplet.
Dhe thot Umeri, pra pasi e përshkruan këtë gjendje, pra kaq të vështirë që është e vërteta, ndër të tjera ka thënë, thot i mblodhi pejgamberi alayhi salatu wasalam në një varr të përbashkët, domethënë të vrarët e Bedrit, prej jo besimtarëve, thot dhe nisi t'u flas dhe u thonte hel wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. A i gjetët atë që ju ka premtuar Allahu xhelle xhelalu? Shihni tani njeriu i cili don të mësojë në çfarë do lloj situate. I thot Umeri radiallahu anhu, i dërguari i Allahut, a i flet diçka e pa shpirt, pra që ka vdek. A i flet diçka e pa shpirt, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Umer, ata dëgjojnë më mirë nga ju, vetëm se nuk përgjigjen dot. Në këtë pjesën këtu na ka shërbyer ose i ka shërbyer dietarëve të Islamit shumë kjo në një diskutim që thuhet, domethënë ne kemi një diskutim fetar që thotë a dëgjon i vdekuri. Madje një prej dietarëve të Islamit, Alusi, rahmeti pas shpirti, ka shkruar një libër, të cilin i ka shërbyer dhe dietari jon shqiptar Sheikh Albani, rahmeti pas shpirti, që të vdekurit nuk dëgjojnë. Dëgjojnë vetëm në një masë të caktuar, dhe thonë masa e caktuar është pikërisht kjo, në fillim kur vendosesh në varr. Argument janë bazuar me këtë hadith të Umerit, për që Umeri i duket e çuditshme dhe i thotë, o dërguari i Zotit, domethënë kujt po i flet? Kujt po i flet? Pra ka mbaruar cikli i tij, kujt po i flet tashmë? Ndërkohë që pejgamberi alayhi salatu wasalam më sqaron dhe i thotë që jo, ata dëgjojnë. Pra në këto çaste ata dëgjojnë. Ose Zoti me madhnit vet ja ka mundsuar pejgamberit të tij që ata ta dëgjojnë në këtë çast si poshtrim për ta, që nuk e pranuan kurrë, nuk ju bindën kurrë, sepse u vran domethënë paria e kurajshitëve, ata të cilët më shumti e kishin torturuar pejgamberin alayhi salatu wasalam, ata të cilët më shumti ishin përpjekur për përdhosjen e emrit të Allahu xhelle xhelalu, ata të cilët nuk kishin lënë situatë pa krijuar si e si ta në përkëmnin fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, shikoni se si ky zotëri mëson. Umeri në të njëjtën kohë është shumë i lidhur me profetin alayhi salatu wasallam, është shumë i lidhur me shokët e tij, është shumë i lidhur me fejnë Allahu xhelle xhelalu. Nuk ka asgjë personale midis tij dhe po e quajmë thojse domethënë kundërshtarit ose ai i cili mendon ndryshe, dhe kjo është kultura islame. Nuk është se ne duhet të mendojmë të gjithë një lloj, nuk është se duhet të ndajmë të gjithë të njëjtat mendime. Ne na bashkon besimin Zot, ndërsa këto praktikat edhe mund të kemi mendime të ndryshme dhe është shumë normale që muslimani të ketë mendime të ndryshme, por në këto mendime të ndryshme që mund të ketë me tjetrin, nuk duhet shkojnë gjëra domethënë në personale. Pra, për shembull ti e ke manin ose e ke qëllimin vetëm të kundërshtosh mua. Jo, as pak. Duhet kuptojmë domethënë atë filosofinë e Islamit, bukurinë e Islamit, domethënë në larmshmërinë e mendimeve të ndryshme. Kemi rastin sërish në betejën e Bedrit, meqense se jemi tek betejë e Bedrit. Kemi rastin kur pejgamberi alayhi salatu wasalam diskuton me shokët e tij më kryesorët se çfarë duhet veproj me sklevërit ose të rënë të rob të luftës, domethënë, që ishin 70. Një ndër ta ishte edhe Xhaxhai, edhe Abbas ibn Abdul Muttalib. Edhe shumë të tjerë, edhe të tjerë të afërm, si Aqili, djali i Xhaxhait së profetit alayhi salatu wasalam, ose vllai i Aliut. Dhe flet Abu Bekri radiallahu anhu dhe thotë i dërguari i Allahut, unë them që të pranojmë shpagimin. I njëjtit mendim ishte dhe Aliu dhe Uthmani. Ndërsa Umeri ishte komplet kundërt. Umeri radiallahu anhu thonë i dërguari i Allahut, këta kanë ardhur për të na shfaros. Ndaj, duke qenë se këta janë më të shumë se ne në numër, ne duhet i friksojmë, se në të kundër domethënë do marrin zemër dhe do mblidhen edhe një herë tjetër dhe do na sulmojnë pikërisht në Medinë. Ashtu ndodhi, që është e vërteta. Ashtu ndodhi. Ndaj unë propozoj i dërguari i Allahut që mua të më japësh filanin, një të afërmin e vet. Aliu t'i japësh Akilin, Hamzai t'i japësh Abbasin, vëllezërit, e kupton? E filanit, domethënë, t'u tregojmë
se ne nuk kemi tolerimin në fenë e Allahut dhe ti ekzekutojmë. Ju kërkoj, këto janë të vërteta historike të cilat do t'i përcjellim dhe do të nxjerrim mësimet ashtu siç janë. Do t'i përcjellim se çdo situatë dhe çdo kohë ka pozicionin e vet. Lufta ka pozicionin e vet, ka gjykimet e veta. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk pranon mendimin e Umerit në këtë rast, por ishte me Ebu Bekrin dhe Aliun. Thotë të nesërmen sheh se si Ebu Bekri dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ishin mbledhur që të dy duke qarë. I thotë Umeri radiallahu anhu, bismillah. I thot Umeri radiallahu anhu, çfarë keni që qani? Se nëse e shoh të arsyeshme, ulem dhe qaj në unë me ju, në të kundërt ju ngushlloj. Ose qaj ose ju ngushlloj. I thot Ebu Bekri radiallahu anhu, Allahu shpalli Kur'an për atë që ti the dje. Nuk i takon pejgamberit ose një profeti që të ketë robër lufte, hatta yudkhina fil ard, derisa të forcojë pozitat e tij në tokë. Mirë po, me gjykimin e dikujt që ndoshta për një arsye apo për një tjetër nuk ishte i duhuri, finalizohet kaderi i caktimi i Allahut xhelle xhelalu. Se nuk do të kishim një Abbas i cili do të pranonte Islamin, apo tjetri me radhë. Ndaj tek Umeri vrehet ajo larg pamësia se sa larg po sheh ky zotëri. Kemi rastin tjetër për treguar gjithmonë larg pamësinë e Umerit dhe thash që këto janë disa raste. Një hoxh bashkëkohor ka shkruar një temë doktorature Muafaqat Umar, ose ku ja ka qelluar Umeri me Kur'an, a kupton? Për ku ja ka qelluar Umeri me Kur'an, ose ka shpallur Zoti Kur'an në ato që ka thonë dhe ka numëruar mbi 53 raste. Temë doktorature, mbi 53 raste të tilla. Një ndër këto rastet është edhe pozita e Umerit ose kontributi i Umerit në finalizimin e ndalimit të alkoolit. Në finalizimin e ndalimit të alkoolit. Pra siç e dim, alkooli është ndaluar me faza, me grada. Pra nuk ka ardhur direkt. Pse nuk ka ardhur direkt? Sepse njerëzit ishin të zhytur në këtë lloj harami, ose ishin të zhytur në këtë lloj gjunahu, e kishin shumë të vështirë. Ndaj dhe Zoti ja bën gradualisht, e ndalon atë gradualisht. Madje Hamzai radiallahu anhu, i cili ka rënë dëshmor në betejën e Uhudit, është thonë se edhe ditën kur është vrarë ka pas pi. Sepse nuk ka qenë ndaluar akoma alkooli. Kuptohemi drejt, Pra është një ndër gjunahet e mëdha, një ndër gjunahet shkatruese të shoqërive të ndryshme, por alhamdulillah prap nuk shkon çështja që të jetë në kufër apo në shirk, faleminderit Zotit përveç atij i cili e legjitimon. Kur e legjitimon është muhabet tjetër. Prandaj ka dhe një histori qesharake, por është e vërtetë. Në një zonë të Turqisë tregohet kjo, një ndër fshatrat e Turqisë, siç e dim, edhe turqit e kanë zakon të ata pinë raki, e pinë shumë. Dhe u thonë të hoxha, një zonës, tu e pi jeni, për mos e boni halal. Se me bo halal, realisht del prej feje, me thonë që është halal, del prej feje. Tu e pi jeni, po paktën mos e boni halal. Jo hoxh, jo se nuk e bëjmë halal. Pra, jo hoxh, jo se nuk e bëjmë halal, po leje pra. Jo hoxh, jo se nuk e bëjmë halal. Pra, mos e boni halal, sepse kërkonte të shmangte, pjesën e të rani në kufër, daljes prej feje, që ti legjitimon ose bën halal ato që Zoti ka bërë haram. Dhe në rastin e Umerit, duke qenë se erdhi gradualisht, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur, më pas mos ju afroni namazit duke qenë të pishëm, derisa
erdhi një ajet i fundit që thotë efela tentehun, nuk po ndaleni, po ishte Umeri i cili e nxiste, i pra ju luste Zotit dhe thonë, o Allah na e qartëso. O Allah na e qartëso. Dhe kur zbriti efela tentehun, nuk po ndaleni, po thotë Allah thotë e kuptuam. Umeri pra sërish i pari. Ndaj duke mbledhur këto pak raste, janë shumë më shumë se sa kaq. Unë zgjodha domethënë diçka për të plotësuar këtë tablon e Umerit. Duke mbledhur këto pak raste, kuptojmë lidhjen e ngushtë që kishte Umeri radhiyallahu anhu me mësimet e fesë, me udhëzimet e fesë, me orientimet e fesë, por konkretisht me Kur'anin, me librin e Zotit subhanahu wa taala, me fjalët e profetit alayhi salatu wasalam, një përkushtim në maksimum. Pra nuk ishte Umeri radhiyallahu anhu, domethënë normalisht që por nga natyra mund të ishte njëri domethënë i sert, po i sert jo me budallik. Po i sert domethënë në hak, në hakikat me drejtësi, me vigjilencë, me largpamësi. Kështu ishte Umeri radhiyallahu anhu. E lutim Zotin xhelel xhelalu të na falit, na mëshiroj, Zot na pajis moral të lartë të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wasalam, me mundso të ecim gjurmëve të tij, gjurmëve të shokëve të tij, na mundso të bëjmë për atyre të cilët dëgjojnë dhe binden, të lutem ty më vënushmi Allah, të mos lejosh të dalin prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me taubat pranuar, me lutjet para refuzuara. Dhe sikurse na mundsova të mbledhemi për të kujtuar mësimet e këtyre njerëzve të mëdhenj, na mundsoj më vënushmi Allah që të gjithë bashku të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.